Jeta e Fjolla Morinës nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, ajo ka patur ulje ngritjet e saj. Kur mendoi se gjeti dashurinë e jetës dhe u martua me të, ishte pikërisht ky njeri që i dha goditje më të madhe. Fjolla Morina është shprehur se martesa me Fisnik Sylën ka qenë gabimi më i madh në jetën e saj, pasi ky i fundit e përdori për të kryer punë në shkeljet e ligjit, dhe ajo ende sot po vuan pasojat e kësaj dashurie të gabuar, duke vijuar procese gjyqësore. Këngëtarja është mama e 2 vajzave. Vajza e madhe, Lediana, edhe pse ka qëndruar me babain e saj, ka një marrëdhënie të mirë me Fjollën, ndërkohë që është prekur jashtë mase kur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, mamaja e saj është fyer. Lediana ka reaguar fort kundër Albës së Shkurtës, që po tentonin ta nxjerrnin nga vetja Fjollën. Ajo shkroi se fyerja e figurës së nënës dhe gruas nuk mund të konsiderohet kurrë si pjesë e një show. Ky qëndrim tregon një ndjeshmëri të thellë për dinjitetin e nënës së saj. Lediana theksoi se asnjë rrethanë televizive nuk e arsyeton përdorimin e sulmeve personale për të fituar vëmendje apo klikime. Ajo cilësoi sjelljen e Albës si të ulët dhe të llogaritur për të nxjerrë nga vetja Fjollën. Por një detaj interesant është zbuluar për jetën e vajzës së këngëtares. Edhe pse pak veta e din, Fjolla është bërë vjerë, pasi vajza e saj prej kohësh është në një lidhje për të cilën janë në dieni edhe familjet. I fejuar i saj nuk është figurë publike, por një biznesmen i suksesshëm. Ai është shprehur se është plotësisht dakord me mbrojtjen që Lediana i bën nënës së saj. I pyetur për dasmën, ai është shprehur se është herë të flasim, por sigurisht do të ndodh kur vjera ime të jetë jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.